Sot në ditën botërore të shëndetit, ku Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari e kishte uruar, e ftoi unë që të vi të shoh se në çfarë kushte mizorje trajtohen më të shtretit tanë në Spitalin Klinik të Tetovës. Dje kam qenë me vajzën në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pavarësisht kushteve të tmerrshme që kanë qenë, kushtet ishin bërë edhe më njerëzore. Pra, gjithçka edhe më shumë ishte shkatëruar dhe pavarësisht profesionalizmit të mjekëve të stafit që është tek pediatria në Spitalin Klinik të Tetovës dhe mundi që ata mundohen që ta japin, është vetëm një mirëmbajtje e higjienës edhe atë me kontratë. Po, ministar Arben Taravari, në Spitalin Klinik të Tetovës në 2 kate keni vetëm një mirëmbajtse të higjienës, e cila është me kontratë në vepër, edhe një motër medicinale cila duhet të kontrolloj në kujdestari të 2 katet. Kjo është gjendja në cilën fotografit po i shfaqi çfarë më pa në sy në Spitalin Klinik të Tetovës në repartin e pediatrisë. Nuk ka një raft të vetëm ku t'i vendosim gjërat, në qoftë se duhet të rim. Një motër medicinale nuk dinte cili pacient para të shërbej. Kushtet e higjienike të tmerrshme, dhe ju po flisni për sukses. Dhe ju po uroni ditën e shëndetësisë, po ju normalisht se nuk e keni mendjen tek ajo e cila është puna juaj e vërtet, pra si ministër i shëndetësisë, po bëni pazaret e juaja politike dhe në fakt harroni atë për cilën ju jeni zgjedhur nga populli, për të shërbyer ty popullit dhe për të vendosur njerëz të cilët do ta kryejnë detyrën e tyre me dinjitet, sukses dhe do ta vazhdoj atë revolucion që filloi ish drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës Ilir Demiri, i cili revolucion u ndërpre në mes dhe vazhdoi rënimi po të njëjtit spital. Unë nuk e di qytetarët si mundet që nuk kanë asnjë lloj reagimi për kushtet e tmerrshme në të cilat ato trajtohen. Të dalin, të protestojnë, të mos e pranojnë, sepse këto para janë taksat tona. Edhe kështu vidhen, kështu nuk investohet. E tmerrshme. Ja, dita botërore e shëndetit. Kushtet e tmerrshme.